Më shumë turistë organizuar kanë zgjedhur të pushojnë në Shqipëri këtë verë. Sipas tur operatorëve, fluturimet charter ka një rritje me rreth 20% në raport me një vit më parë, ndërsa harta e turistëve që zgjedhin vendin tonë është e larmishme. Rezervimet janë mbi ato pritshmëritë, nëse ata kanë një kërkesë shtesë, thonë që a mund ta shtojmë këtë pjesë, mund të shtojmë një avion plus apo dy avion plus, nëse ka kapacitete, ka një rritje për shkak ndoshta edhe të ngjarjeve, le të themi gjirin persik, një pjesë e turistëve, e klientëve, pra e shtetësve të evropian kryesisht, më mirë pranuan që të orientohen drejt Shqipërisë. Me 14 maj do të jenë në nisë fluturimet e para. Po polakët, çekët, hungarezët, slovakët, baltikët, spanjollët, portugezët, gjermanët. Për të dytin sezon me radhë, operatorët turistik janë vënë në vështirësi me kontratat e lidhura për aeroportin e Vlorës, pasi ai ende nuk është funksional. Kontratat kemi, siç e thash më parë, janë lidhur para vitit dhe kemi 7 fluturime, 7 avion charter, cilat për fat keq nuk do të ekzekutohen, pra nuk do të ulen në Vlorë, me shumë sforcë sepse aeroporti i Tiranës ka shumë ngarkesë, kemi kaluar në aeroportin e Tiranës. Por kjo ka mrapa është pjesë e shkak pasojë sepse turistët e kanë bler paketën për të zbritur në aeroportin e Vlorës, jo të Tiranës. Dhe ato kanë plotësisht të drejtën legjitime të rriqen pa penalitet. Ndikon në lënien bosh të dhomave tek hotele, për pasojë ka sjell edhe detyrimet për sa i përket transfertave. Transfertën tur operatori në pakete ka llogarit nga aeroporti i Vlorës. Tani do të jenë nga Tirana, të cilat ne jemi detyruar të japim me çmim. Fluturimet charter drejt Shqipërisë do të vazhdojnë deri në tetor, ndërsa paketat turistike të ofruara sipas tur operatorëve nuk kanë pësuar rritje çmimesh.